Ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë ka nisur një aksion të përgjithshëm për pastrimin e kanalit kullues në lagjen 10 Koriku. Punonjës të ujësiellës kanalizimeve përgjatë kësaj të mërkure ka nisur të pastrojnë një prej kanaleve kryesore kulluese të qytetit. Kanali Siavit po pastrohet në të gjithë gjatësinë e tij nga mbeturina të shumta të cilat janë hedhur aty. Në këtë aksion, krahas kapacitetit njerëzor, punonjësve të ujësiellës kanalizimeve Vlorë janë angazhuar edhe mjetet e specializuara për pastrim. Prej kanalit kullues të Siavit, megjithëse pastrimi i tij është pjesë e punës së përditshme, janë evidentuar një sasi e konsiderueshme mbeturinash të cilat janë hedhur aty. Mbeturina këto duke filluar kryesisht nga ato të plastikës, si dhe mbetje me materiale robe. Por krahas tyre në kanalin kryesor kullues janë larguar edhe mbetje të ndryshme si pjesë nga orendit shtëpiake, pjesë të thyera të automjeteve. Në brendësi të tij mund të gjeje këtë të mërkur edhe deg të ndryshme peme, por edhe mbetje inerte që shkaktonin bllokimin e tij dhe më pas një sër problematikash për qytetin. Mbeturina këto të cilat përfundojnë në rrjetin e kanalizimeve të qytetit, të hedhura aty nga qytetarët e Vlorës, të cilët nuk janë as pak të informuar për pasojat që sjell kjo ndotje tej normave të lejuara. Qytetarë që hedhin mbetje të ndryshme në rrjetin e kanalizimeve duke ndotur këtë të fundit dhe duke bërë që në shumë pjesë ai të jetë i bllokuar dhe më pas të shkaktojë situata emergjente në qytet si ato të përmbytjeve. Jo vetëm kaq, por për shkak të kanalit kullues të Siavit, ndotja që vjen prej tij në shumë raste përfundon edhe në det, ku në zonën e Lungomares depozitohen me 10 mbetje të ndryshme. Aksionet e pastrimit në këtë kanal kullues janë të herpasershme si një domosdoshmëri për qytetin, për të pakësuar ndotjen aty, por edhe për të ndikuar në funksionimin sa më të rregullt të këtij kanali. Apeli drejtohet edhe qytetarëve të Vlorës të shmangin këtë ndotje teje të lartë tej normave të lejuara. Mos të hedhin mbeturina në rrjetin e kanalizimeve apo të depozitojnë mbetje në tualet që përfundojnë më pas në rrjet. Sasia e konsiderueshme e mbetjeve bën që kanalet kulluese dhe rrjeti i kanalizimeve të bllokohet duke sjellë më pas një sër problemesh.